E pra të nderuar miqtë e mi, të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Rrëfime Jete për të ndarë me ju një histori. Unë them që nëna nuk të bëhet njeri, nëna është e shenjtë, nëna ka të drejtën tek fëmijët si të drejtën ligjore, ashtu dhe të drejtën e Zotit, sepse Zoti e ka lënë nënën zëvendësim në këtë botë. Dhe t'i ndalosh nënës fëmijët është sikur ta ndash mishin nga thonji, një fjalë e vjetër popullore kështu thotë. Rrëfimi që më ka ardhur sonte bëhet pikërisht fjalë për këtë gjë. Vjera nuk ja lejon zonjës, nënës, domethënë, t'i takon fëmijët e saj. Nuk jam një nënë e keqe unë. Nuk jam as ajo gruaja që në fakt braktisi fëmijët. As ajo që në thelb i haroi fëmijët e saj. Por sot jetoj si një nën pa fëmijë, edhe pse ato janë gjallë, realisht. Janë aty, diku. Nuk dua të them larg meje. Dhe arsyeja në këtë mes ka vetëm një emër. Dhe ky emër është vjera ime. Kur u martova, besoja se po ndërtoja një familje. Buri më premtoi se do t'ishim bashk në çdo vështirësi. Në fillim, gjithçka dukej tepër normale. Lindi fëmia i parë, pastaj lindi fëmia i dytë, zemra ime në atë mes u mbush me dritë, jetoja, le ta them, vetëm për ta. Çdo frymëmarrje ishte vetëm për fëmijët e mi. Por që në ditët e para pas lindjes, ndjeva një ftohtësi nga vjera ime. Ajo nuk më shikonte si nusen e saj, por më shikonte si të huaj. Çdo gjë që unë e bëja ishte gabim në sytë e saj. Si mbaja fëmijët, si ushqeja, si vishja. Ti nuk di, më thoshte. Fëmijët rriten ndryshe. Do me thënë vjera, i ka dhënë leksione në një farë mënyre, se si ajo të rrisë fëmijët. Buri im thot heshte. Heshtja e tij më vrau më shumë se fjalët e saj. Me kalimin e kohës, thot, vjera filloi që të marrë kontrollin. Vendoste ajo kur fëmijët do të flinin. Imagjinoni çfarë ligje strikte. Kur do të hanin? Kush do t'i mbante ato fëmijë? Unë isha vetëm një trup në atë shtëpi. Nuk dua ta them, por realiteti ishte një nën pa zë. Pastaj erdhi momenti më i errët në jetën time. Pas shumë konflikteve, një ditë u largova nga shtëpia për disa ditë. Jo sepse në thelb doja t'i lija fëmijët, por sepse unë po mbytesha. Po mbytesha në atë jetë që bëja. Kisha nevojë për ajër. Kisha nevojë të shpëtoja mendjen time. Kur u ktheva, dyert ishin të mbyllura. Vjera më tha fjalë që nuk do t'i haroj në asnjë mënyrë, nuk do t'i haroj kurrë. Më quajti të paqëndrueshme. Më quajti të paaft. Madje edhe të rrezikshme për fëmijët e mi. Gënjeshtra mbi gënjeshtra. Më lejuan t'i shihja fëmijët vetëm rrallë.
në mbikëqyrje, sikur unë të isha kriminele. Fëmijët më shikonin me sy të hutuar, më thërisnin mami, por dikush u kishte mbjell frikën në zemër. Nuk guxonin as edhe të më përqafonin në asnjë mënyrë. Kur largohesha, qaja në heshtje. Në rrugë, në shtëpi, në jashtëk. Net pa gjumë duke e pyetur Zotin e Madh. Çfarë bëra unë, o Zoti im, që po më ndëshkon kështu? Vjera nuk u mjaftua me kaq. Filloi të fliste keq për mua fëmijëve. Tu thoshte se unë nuk i dua, se i lash, se unë jam egoiste. Fjalë që të therin më keq se thika. Unë jam nën. Zemra ime rreh për fëmijët e mi. Çdo sekond. As një ligj, as një njeri, as një vjerë nuk mund ta ndryshoj këtë edhe pse duan. Por realiteti është i pamëshirshëm. Unë jam gjallë. Edhe po i humbas fëmijët e mi për ditë. Sot jetoj vetëm, dhoma ime është e heshtur. Lodrat e tyre janë kujtime. Fotografit i shikoj fshehurazi se më dhëm shpirti në çdo festë, çdo ditëlindje dhe çdo natë. Nuk është plagë, është dhimbje. Nuk kërkoj hakmarrje, nuk kërkoj asgjë më shumë. Se ti përqafoj fëmijët e mi e tu them që mami nuk i braktisi kur. Që mami në këtë mes lufton ende. Ky është rrëfimi im. Rrëfimi i një nëne që po jeton pa fëmijët e saj. Jo sepse nuk i do, por sepse dikush vendosi t'ja marrë zemrën nga krahërori. Nëse po e dëgjojnë fëmijët e mi këtë rrëfim, doja t'ju them mos më gjykoni. Unë i lutem Zotit që askush në këtë botë të mos ta jetoj këtë dhimbje. Realisht është dhimbje, ndarja nga fëmijët është një dhimbje e madhe, por unë do kisha dashur që kjo vjera apo kjo gjyshe ta kupton që vendin e atyre fëmijëve, sido që t'jetë, nuk mund ta zërkur, më shumë se sa i do nëna e vet nuk mund t'i do gjyshja.